Në podcastin skenik do ta xhirojmë apo? Po pra, se çunat më të mirët në treg. Po, unë e xhiroj gjithmonë, kështu që pse jo? Kur ta bëj në top ndoshta. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Uj Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Dhe me këtë 3-2-1 që tashmë na është bërë pjesë e siglës tonë, jemi shumë gati për një tjetër episod. Një tjetër episod në Late Night në blog. Në një mbrëmje të vonë, në një rrëfim tjetër personal, në një zbulim të radhës për një personazh që ka gjëra që kanë mbetur ende pa u thënë, por edhe disa gjëra që duhen rithënë, një personazh që e do shumë televizioni, e do publiku, që ka ngjitur qysh në daljet e para publike dhe që sa herë rishfaqet bukur, është Balina Vodinaku. Faleminderit që je me ne. Faleminderit Drini, edhe është kënaqësi. Aq kënaqësi sa po t'i referojmë asaj shprehjes famshme, mu desh haja ca kumblla të tharta për qenë sot këtu me ty. Tani meqense është pak formati çlirët, ja lerojmë vetes që t'i themi disa detaje. Të falenderoj që edhe me këmbën pak të ndrydhur, me kavilën e ndrydhur që nuk duket fare. Jo të ndrydhur, të nxjerrë kavilën të dalë. Nuk duket fare për shkak të elegancës që të karakterizon, me erdhe. Jemi munduar ta kamuflojmë disi. Duket shumë bukur. Faleminderit. Si ja bën? Po si të gjithë. Jo, se të gjithë nuk ja dalin, po? Apo e ka fjalën, është pak... Po, se cili me të vetën mendon se ja del duke bërë më të mirë për veten e tij. Je duke kaluar një moment të mirë? Je në një moment të mirë tëndin? Po, besoj se po. U bë kohë në fakt. Nuk e di sa duhet ta thras këtë, sepse më zë syri shumë. Po, Lore, kjo puna syrit... Po, shpresojmë që kavilja të shërbej sot si hudër. Le të dali diku tjetër, jo të ty më. Si po shkon projekte, tani si pak me një projekt aktiv tëndin, dhe tani që me një projekt që është aktualiteti, angazhimit tënd, po themi, të kohëve të fundit, një projekt që risolli dhe njërë tjetër në vëmendje, por shumë bukur këtë herë, një ikon si Tefta Tashko Koço. Çfarë është ky projekt? Kjo është unë e kam quajtur podcast skenik. Është në fakt një format që dikush, për shembull Albatros Rexha, në një nga vlerësimet e tij që në një shkrim që ai ka bërë, e ka quajtur të padrejtë që unë ta quaj podcast skenik, sepse thotë është shumë më tepër se aq, por nuk i gjet ato një skenik. Unë nuk i gjet ato një emër tjetër më të përshtatshëm. Jo, që është shumë origjinale si gjithë, por çfarë është në të vërtetë? Çfarë ndodh? Është një shfaqje e cila tregon një histori, në këtë rast historinë e Tefta Tashko Koço, të jetës së saj, por në shumë forma, përmes narrativës, e cila ndërtohet duke gërmuar nëpër arkiva, në bazë një kërkimi të mirëfillt arkivor që unë bëj, duke nxjerrë letërkëmbime, shkrime, dëshmi të panjohur, të njohura pak ose të panjohura, të njohura pak nga publiku, që për herë të parë kanë dalë në këtë shfaqje, përmes muzikës shumë të mirë live, me artistë ndër më të mirët që ne kemi në vend, edhe soprano Renisa Laçka është soprano e parë, soliste e parë e Teatrit Operës dhe Baletit, Denisi është gjithashtu tenor në Teatrin Operës dhe Baletit, Merita Rexha Tërshana është personalitet në fushën e saj, me një repertor shumë të bukur,
Kështu në kompleks pastaj e gjithë historia ilustrohet në shumë forma dhe Sa tregon. zgjatë si shfaqje? Domethënë, shfaqje Paka impenjative? shumë shkon diku tek 1 orë 20 minuta. Paka shumë. Ishte ka qenë Tiranë, nisi me Tiranën Ka dhe qenë në pastaj turë në gjithë Shqipërinë, ka qenë në Tiranë, në Tiranë fakt të shfaqur 3 herë, një nga këto herë u përzjodh si projekt për ditën e diasporës nga Ministria e Jashtme, Okej. edhe pastaj herë të tjera Shkuat në Kosovë? Po, kam qenë hera e fundit, shfaqja e fundit ka qenë në Kosovë, në Më pas Prishtinë, do vi? ishte në Shkodër përpara, Po. në Teatrin Migjeni, në Prishtinë ishte në fillim të dhjetorit, pra një pauzë, pastaj do shkojmë në qytete tjera. Se zgjodhe të Tatashkën? Sepse në atë moment kur po krijoja, ishte personazhi që plotësonte më shumë kriteret për atë shfaqje që unë doja të krijoja. Doja të krijoja një shfaqje e cila të fitonte pra këtë projektin për ditën kombëtare diasporës, edhe Tefta Tashko i përmbushte të gjitha kriteret për të qenë një personazh që Ja më thuaj një gjë përfaqësonte tani. më së miri Dëgjoj. diasporën shqiptare të gjitha kohërave. Tani ne do vim ta shohim shfaqjen, unë s'kam të përmendoj që do vi. Dhe Okej, shumë nga ata që do ta unë- shohin. unë nuk programin. harroj, Drini. Jo, dhe Okej. unë as unë, por tani e që je këtu dhe ke për gjitha të punë kërkimore, nësë bëlloj një detaj që njerëzit thonë, wow, ose diçka që ka talë për Tefta Tashkon dhe që është një lloj kureshtje, diçka që vlen ta ndash. Po Ka pas zbuluar. shumë gjëra, jo ka shumë gjëra Disa që detaj. që njerëzit mësojnë gjatë podcastit Tefta Tash, shumë të tjera që unë kam mësuar edhe nuk i kam vënë në podcast. Tefta Tashko Koço ka vdekur shumë e re, në moshën 37 vjeçare. Edhe ndoshta ajo që mua më ka prekur më shumë në të gjithë gjën dhe pjesa që njerëzit më së shumti nuk kanë njohur nga ajo, ka qenë pikërisht jeta e saj personale, sfidat e saj personale, që e bëjnë atë Ka një patur personazh jetë vështirë, shumë, po. e bëjnë një personazh shumë motivues, jashtëzakonisht fort, ishte një grua jashtëzakonshme, Drini. Ajo e ka ditur së paku në 8 vitet e fundit të jetës së saj, më së paku, që ajo ishte dënuar me vdekje praktikisht sepse vuante nga kanceri i gjirit. E në ato vite ishte një smundje që ishte një dënim i sigurt me vdekje. Duke i ditur këtë, ajo grua u martua, ajo bëri një fëmijë, ajo e brodhi Shqipërinë cep më cep, në çdo katund të Shqipërisë viteve të 20, kuptohemi, një Shqipëri që nuk ofronte shumë, për një artist që vinte nga Parisi, nga Konservatori i Parisit, cep më cep për të çuar atje muzikë, kulturë, u kthye në një fenomen shoqëror. Tefta në ato vite në Shqipëri. Gjithçka tek ajo admiroi dhe ndiqej si tendencë. Ajo na përfaqësoi denjësisht në çdo skenë ndërkombëtare. Po kush ishte ai guri i çmuar ai shkëlqimi i saj që bënte kaq të veçantë? Se vërtet ti që e ke, do themi, u lumtuar pak figurën e saj, mund të ndash diçka që mund të jetë gjë më e veçantë, veç zërit patjetër apo. Shiko, talenti është një gjë. Ajo është një, ndryshe nga që mësuar ta shikojmë tek filmi Koncerti vitit 1936. Se njerëzit aty e identifikojnë. Është një personazh që ka brenda shumë dramë. Aty ai film në stil është pak ka edhe humorin atë brenda edhe nuk e tregon këtë aspekt të saj. Ka shumë dramë brenda saj. Ka shumë brishtësi, po nga ana tjetër ka edhe shumë, ka një forcë karakteri të jashtëzakonshme. Ajo është një grua e cila ka realizuar, artistja e parë, dhe e vetme që ka realizuar regjistrimet e para historike me një shtëpi të rëndësishme diskografike të kohës, duke lënë të vetmen dëshmi që ne sot kemi për muzikën e asaj kohe. Pra, gjithçka çfarë ne dimë për atë kohë është fal kënguljes së Teftës, e cila fal njohjeve dhe përpjekjeve të saj individuale arriti të krijonte këtë lidhje dhe këtë kontakt me Columbia Records në Milano, të regjistronte atje në vitet 37-42 dhe të ndalinte sot një trashëgimi e cila i vlen sot e kësaj dite artistëve të cilët i këndojnë ato këngë në mënyrën se si Tefta i ka kënduar dhe i ka interpretuar në disjet me Columbia. Sot e kësaj dite. Do jetë ky një projekt që do sjellë figura të tjera?
Po, shiko, ky podcasti Skenik nuk ka filluar me Tefta Tashkon. Po, Unë nga kam që ajo bërë mori, përpara, nuk e di pse mori vëmendjen sepse më përpara unë isha përqendruar në autor klasik, Po. botror, Franz Liszt ishte një prej tyre Po. që është një nga autorët e mi preferuar, por që sigurisht audienca është shumë e kufizuar, megjithse Pse zgjodhe këtë podcast Skenik? Ka një arsye të veçantë? Është një escape plan, po themi një plan shpëtimi për të shfaqur, për të mos munguar dhe për të qenë aty dhe për të qenë në mënyrë kaq veçantë. kjo është thjesht një përmbushje e nevojës time për të shprehur kreativitetin edhe për të bërë gjëra të bukura që mua më pëlqejnë. Sepse puna është një gjë, pastaj nevoja për të bërë një gjë të bukur me cilën të identifikohesh, të pëlqen, që të impenjon në një formë tjetër, kur ti jep shumë dashuri pavarësisht lodhjes. Kishte një lloj nevoje tënde për të përmbushur më shumë, pra. Jo më shumë, por për të përmbushur një pjesë tënde që nuk do ta lësh asnjëherë bosh. Këtë duhet të kuptoj. Po, pa diskutim. Unë e konsideroj veten natyrë kreative që kam qejf të krijoj gjëra, dhe këtë e kam pjesë jetës time, të dukshme ose të padukshme, televizive ose jo. Ose këtë pjesë duhet të rritë kjo pjesë e jote dal nga dal. Dhe është një nevojë e imja e vazhdueshme. Unë mund të kem 1 milion gjëra në kokë që i krijoj çdo ditë, edhe që jo të gjitha shohin dritën e diellit, po në jetën time ka shumë. Si është dita jote? Shiko, është një ditë për mua e zakonshme, nuk është se ka Si jeton jetën, në kuptimin është një dinamike, është një e zhunshme, është një e organizuar? Unë në timen jam shumë organizuar, përpiqem të jam... Unë nuk lëviz asnjëherë mjaftueshëm sa do doja unë, por njerëz të tjerë që jetojnë me mua, për shembull Andi që është komplet shumë ndryshe nga unë në këtë pikë, i duket se unë jam një i lëvizshëm që mund të ekzistoj, domethënë janë gjithkohës në aktivitet, gjithkohës në punë, gjithkohës duke i gjetur vetes një gjë për të bërë, për të marrë. Mua nuk më rezulton kështu, më duket sikur nuk akoma kam shumë gjëra që mund të bëj. Etesa me Andin që ti je më aktive? Jo, ndoshta mund të ndikuar për të më ulur pak ritmi. Por që po rezistoj akoma, Drini. Me që e përmendëm Andin, e përshëndesim edhe e të fort edhe e vlerësojmë patjetër, po për një detaj që ka shpëtuar, po kështu, me që jemi në një late night edhe si ka qenë njëra me Andin? Se unë se di, ma ka treguar, nuk e di një koleg jonja, po nuk e di më ka shpëtuar si një njohë. Njohja me Andin është shumë e hershme, më thonë që në revistën Klan, kur në më thënë ato, kur as televizioni nuk ekzistonte akoma, një lloj sikurse kam njohur dhe shumë të tjerë në atë mjedis, le të themi të vogël mediatik të asaj kohe. Flasim shumë vite përpara, do deskonsiderojmë çik moshën këtu. Njohja ka qenë kjo, por nëse do të thua, nëse referohesh lidhjes pastaj me Andin, sigurisht. Po shiko, e di të themi gjë. Drini nuk përbën një lajm të madh, kemi 16 vjet bashkë. Domethënë ky është viti 16 me Andin. 16 vite. 16. Se duken ju si çift të ri. Ndoshta për merit të Andit, i cili nuk ka shumë qejf të flasim për këtë gjë dhe kemi qenë, le të themi, shumë në... Dhe mirë bënë, në fund fare ndonjëherë është e bukur pjesa e një gjë private që ruhet bukur dhe që është qëndron aty si e tillë. Po, besoj te kjo pjesa, pavarësisht se nuk është në tipin tim, unë jam natyrë që flas më lehtë se Andi, edhe për gjëra të tilla, por ai është natyrë tjetër, shumë më diskrete, ka një profil tjetër, edhe pas 16 vjetësh kam mësuar, le të themi deri diku ta kuptoj këtë pjesë atje dhe të përpiqem ta respektoj. Kur më tha Balina që ka ndryrur pa kaviljen, ka ndryrur kaviljen, kështu, ajo që më shkon në mendje është direkt në një nga këto udhëtimet e skive, me që sa Andi i pëlqen që të skioj, me sa di edhe i ka pasion, thash do kesh shkitur në për ski, i ka ndodhur ndonjë gjë kështu, po ndërkohësisht e kjo. Jo, si ishte, as skia, as sporta, as 1 milion sportet e ndryshme që bëj unë, por si për çdo gjë tjetër në jetë, goditjet më të mëdha, dëmtimet më të mëdha, lëndimet më të mëdha i marrim aty kur mendojmë se jemi më të sigurt, më të qetë, më të relaksuar. Më ndodhi thjesht në një nga kurthet e shumta të trotuareve të Tiranës.
Edhe mjaftoi për të nxjerrë kabiljen. Ke momente të tuat që doje ti kishe kaluar, domethënë ti kaloje ndryshe dhe çfarë shpëtimi gjen? Kur je mërzitur apo kur gjë nuk shkojnë mirë. Duhet të zbuloj pak një pjesë tënde që njerëzit nuk e njohin. Si reagon dhe këtyre situatave të vështira? Ndryshe nga imazhi që kam krijuar për shkak të punës, jo vetëm në media, po edhe puna që bëj përtej medias, ka të bëjë me komunikimin, me njerëzit. Dhe është krijuar imazhi im i një njeriu shumë social. Në fakt unë jam një natyrë që kam shumë qejf tri vetëm. Dhe është raporti me veten dhe vetëm me veten time unë i zgjidh situatat e vështira. Kur unë kam një problem, një vështirësi, një situatë kam qenë gjithmonë kështu. Kam mësuar të jem ndryshe, por njeriu nuk i shpëton asnjëherë veten. Asaj që është në të vërtetë. Po kur e kuptove herët këtë funksionuarit kaq mirë në të qenë vetmitare, dhe këtu do të bëj një shpjegim, që vetmitare nuk do të thotë që je i vetmuar, po e di, po prandaj dhe unë shpeshherë funksionon në mënyrë të tillë, por është një proces ku njeriu gjendet më mirë dhe më produktiv për të funksionuar. E kuptove herët këtë gjë pra? Unë e kam ditur gjithmonë, por jo shumë herët bëra paqe ose le të themi e pranova si një gjë shumë të mirë këtë. Unë mendoj se shikoj se diçka që nuk shkonte te këtë. Po, sepse ne ndikojmë edhe nga pritshmëritë e njerëzve. Don të kënaqen ndonjëherë. Patjetër, ose ato që të tjerët kërkojnë nga ty, domethënë kur e shikon që janë të pakënaqur për faktin që ti për shembull në një moment caktuar thjesht nuk do të flasësh. Je në shtëpi e rrethuar me njerëz, po ti do të futesh në dhomë, edhe ndoshta ku janë këta njerëz ta kuptojnë kështu. E ke edhe ti këtë? Jo, ndodh edhe mua, po e di. Po njerëzit e kuptojnë. Për shembull, dua të punoj, për shembull që kam një gjë për të jam në proces krijimi, unë dua të jem vetëm, pa diskutim. Kur kam një problem, kur kam një shqetësim, kur jam e mërzitur, unë e zgjidh njëherë me veten time, pastaj ndjek televizionin, e duke ndjekur tani, ty pak te kjo pjesa e kësaj zhurmës që bëhet këtë periudhë të vitit që nuk ngelet njeri pa folur për Big Brotherin, të vinë lajmet gjërat. Të them të drejtë, është e pamundur të shpëtosh Big Brotherit, zhurmës së Big Brotherit, por nuk e kam ndjekur. Të them të drejtën. Po. Ke emocione mungese për kohën që ke kaluar për këtij projekti? Jo. Jo, absolutisht. E quaj një cikël të mbyllur. Si ka qenë si eksperiencë, po? Ka qenë një eksperiencë shumë ngjyrshe, i ka pasur të gjitha brenda. Ka qenë një gjë e re në radh parë për mua. Shumë njerëz sot e kësaj dite më thonë, po si e pranove? Edhe vetë nuk e di si e pranove, ose edhe e di, sepse më pëlqen, jam një natyrë e cila e pëlqej ta nxjerr veten nga zona e komfortit, të provoj, nëse ka një gjë të re që më propozohet, me shumë gjasë e pranoj. Kështu që sigurisht brenda disa kritereve, edhe nuk është se Big Brotheri nuk i plotësonte. Po të ngarkoj pak me një lloj peshe në momentin që e pranove në atë kohë rolin e opinionistës. Kishte shumë arsye për të qenë një peshë e madhe, ishte hera parë, Big Brother VIP i pari, pra për të gjithë ekipin kishte një peshë të veçantë dhe kjo ndjehej, domethënë ajo transmetohet këtë gjithë. E dyta për mua ishte një gjë totalisht e re, një gjë që unë s'e kisha bërë kurrë në jetën time. Unë nuk njihja as personazhet, nuk isha marrë kurrë me showbiz. E treta, isha një periudhë jetës time shumë sfiduese në jetën time personale, për sa i përket shëndetit. Ka qenë një periudhë ekstremisht sfiduese. Pse, mund të të pyes? Sepse po kaloja një situatë të vështirë shëndetësore, e cila praktikisht një pjesë të madhe të kohës, unë e kaloja në spital, në atë periudhë isha spital, Big Brother spital, ishte kështu, ka patur raste kur isha me xhaketa dhe unë kisha një vigon në dorë, pra ka qenë edhe në aspektin personal ka qenë sfidues, ndërkohë që kisha edhe një punë tjetër, pra unë aty mbaroja dhe mbaj mend
në edicionin e parë, se tani e kanë mbajtur pak në kontroll orarin, po ne kemi mbaruar edhe në 3, edhe në 4, jam kthyer në shtëpi unë në edicionin e parë. Dhe ndërkohë në orën 8 të mëngjesit duhet isha në punë, në punën tjetër. Adrenalina pas shfaqjet që vazhdon dhe disa orë të tjera që prap po, që të mban ajo adrenalina dhe ti e di, sepse televizioni ka këtë efekt për gjithë. Pra ti nuk flë dot gjumë njëherë, nuk pushon dot vuaja nga gjumi dhe unë gjumën e kam shumë të rëndësishëm, ndërkohë që duhet isha në punë të nesër, ndërkohë që kisha edhe probleme shëndetësore, ndërkohë që duhet ndiqja bigun, ndërkohë presioni, sepse ishte shumë i madh. Bigu i parë ka pas një tifozëri të çmendur, sepse i ka patur dhe i dyti, po i dyti e kishte shumë të qartë, domethënë ishte 99% e njerëzve ishin Luizi. Tek i pari kishte një tifozëri të ndarë, thuajse në mënyrë të barabartë midis dy pretendentëve kryesor, mos them që kishte edhe të tjerë, brenda ishte një big që kishte shumë protagonist, nuk ishte një. Po pra, dhe ajo është më e bukur në fakt, ajo është gjë më e bukur. Por mua nëse më pyet, për ty. Për mua ka qenë bigu më i bukur dhe sigurisht që ka brenda doza edhe subjektiviteti, domethënë, nuk mund të jesh si është ai momenti kur në karrigën e opinionistit. Jam kurioz vërtet ta kuptoj. Domethënë, ti sugjestionohesh nga masa, ajo që do shumica, ajo që po ecën, apo nga ajo që pasi ndonjëherë shpeshherë shtyn dhe produksione, se tani është krijuar edhe një perceptim që njerëzit e kuptojnë pak a shumë në ndonjë rast që mund të ketë një pëlqim të caktuar ose jo. Si ndikohesh nga gjithë këto element? Eksperienca një kam patur, po tregoj që jo. Ishte një nga presionet e mëdha që unë kisha, pikërisht presioni i njerëzve dhe në disa raste edhe konflikte të vogla dhe ndoshta edhe jo fare të vogla, se në disa raste po dhe publike në studio gjithashtu e shtonin presionin. Nuk është gjë e lehtë kjo puna e opinionistit, apo nëse varet si e bën. Varet si e bën. Varet si e bën. I them vetes time që nëse do kisha bërë një herë të dytë, sikurse mund kisha qenë kur mua ofrua dhe e pranova në fakt për qenë opinioniste në Big Brother 2, po pra për arsye shëndetësore unë nuk shkova do sepse isha në spital në atë kohë. Dhe atëherë kur e pranova, i thash vetes që tani nuk e për ta marrë, po unë jam shumë e sigurt që unë do kisha bërë prapa të njëjtën gjë. Do kisha qëndruar linjës time. Do jam shumë besnike e asaj që mendoj vetë dhe mendoj e vetmja mënyrë për t'i shpëtuar dhe për ta lehtësuar presionin që merr nga të tjerët është të jesh besnik vetes. A mund të pyes çfarë mendon për reality show tani? Si e sheh? Si e sheh këtë lloj produkti, mënyrën se si është transformuar, apo se si vjen aktualisht? Nuk mund të them si është transformuar, sepse unë nuk e kam parë. Jo, transformuar, domethënë diçka mund të them që dy Big Brotheret e fundit pothuajse, domethënë vjet ndoshta diçka më shumë më rifej veshje, po si vjet nuk e kam parë fare. Edhe unë kam besuar, kam qenë nga ata që kam besuar që pas Big Brotherit VIP 3-shit, unë besova dhe mendoj që mund kishte qenë një formulë që mund të funksiononte, që Big Brotheri do ishte kthyer në një Big Brother me personazhe të zakonshëm dhe jo VIP. Për shumë arsye. Për të bërë një break, për të thyer një model, sepse do jetojmë një shoqëri shumë të vogël, të gjithë njihemi, dhe është shumë e lehtë të biesh prej modeleve që ke patur përpara. Një nga arsyet pse Bigu i parë për mua ishte shumë i bukur, ishte sepse secili ishte origjinal në atë, nuk kishte një model përpara për të ndjekur. Edhe pra po thua që me pak fjalë çdo tentativë për të kopjuar një model, këtu po flas për banorët, për konkurrentët, për të kopjuar një model të kaluar nuk funksionon. Nuk funksionon, sigurisht që nuk funksionon. Aq më pak funksionon në një reality show. Do të kuptoj që aty nuk ka një teknik, se ka shumë zëra sot, apo një pjesë opinioni që thotë,
është skem, është një lloj zotësie, është një lloj aftësie për ta menaxhuar këtë situatën dhe duket sikur nga jashtë mund të lëvizin ato tentakula dhe thonë, "Ore, kështu bëhet kjo gjëja." Është mund në Jo, nuk është vetëm kaq. Për mendimin tim, unë mendoj që të fitosh bigun duhet i kesh të dyja. Duhet të dish të njohësh edhe strategjinë, po duhet të jesh mbi të gjitha bigu, një reality show është një lloj simpatie. Pra duhet të dish të fitosh simpatinë atyre që të ndjekin. Okay. Shembulli tipik i kësaj ishte Luizi. Okay. Shumë veta më kanë thënë, po si e ke mbështetur kaq shumë Luizin? Ti që ke kritikuar këtë për këtë e për këtë. Dhe unë nuk është se nuk e kam kritikuar Luizin dhe nuk them se Luizi nuk ka qenë i kritikueshëm dhe nuk është i kritikuar në shumë gjëra që ai ka bërë në Big Brother. Por Luizi kishte inteligjencën si lojtar për të kuptuar, për të kombinuar me strategjinë, ishte shumë ishte strateg i mirë, njohej shumë i mirë i lojës, por kombinonte simpatin, fuste humorin, këngën, batutën. Po dhe kjo teknikë vete, po. Dhe ajo është një teknikë vete që pak kush e ka bërë. Në Big Brother 1 për shembull, ne kishim 2 lojtar, dhe për këtë arsye dhe publiku u nda si me thik, pothuajse në mënyrë barabartë. Ishte nga njëra anë Iliri, që ishte një lojtar që njihte shumë mirë lojën, ishte shumë strateg, komandonte fijet aty. Por kjo gjë, në momentet duke qenë kaq i përqendruar ke kjo gjë, e zhveshi atë nga, për mendimin tim, nga simpatia. Unë kur e kam parë Ilir në formate të tjera, për shembull të Dancing with the Stars, pse nuk ishte i tillë, njëri komplet tjetër, me humor, me batut, domethënë i lirshëm, komplet tjetër gjë. Në Big ishte i ngrysur në pjesën më të madhe të kohës, ishte gjatë gjithë kohës duke kapur njerëz, duke u munduar të krijonte skemat që krijonte për lojë. Dhe duke qenë se ishte një reality dhe skemat lexoheshin nga njerëzit jashtë, kjo gjë e bënte e zhvishte nga simpatia. Nga ana tjetër kishte një lojtar si Donaldi, i cili nuk kishte strategjinë, nuk dinte të luante. Por kishte simpatinë. Ama fitonte me simpati. Dhe kjo ishte ajo ndarja që u bë. Ndarja që nuk ndodhi në Big 2-shin me Luizin. Luizi kombinoi në mënyrë perfekte dhe për mendimin tim për këtë arsye dhe funksionoi. Se nuk ka më lojtar si Luizi, është një pyetje që bëhet kudo dhe e gjej shpesh nuk vin më si Luizi, ç'a ndodh, ç'a është kjo? Sepse të jesh lojtar, Drini, është një talent si gjithë të tjerët. Është se, domethënë, është si ti je këngëtar i mirë. O je o si je, o ta ka dhënë Zoti atë, s'ta ka dhënë. Në rastin konkret ai ka atë talent. Kjo ishte veçantia e tij. Po, pa diskutim. Ke komunikuar më? Me kë? Me Luiz? Jo, keni pas ndonjë kontakt ndonjë kështu, keni rastisur? Po, kam patur pak. Nuk kam, unë Luizin e kam njohur shumë vite përpara tek ethet e të premtes, sepse atëherë bëj në Vision Plus dhe unë punoja me grupin që bënte gjithë të pjesën e backstage-it të etheve në atë kohë në Vision Plus. Dhe pas shumë vite që kam takuar pas Bigut në një event të Top Channel mos gaboj. Po, besoj. Si duhet të jetë një konkurrencë i fortë në këndvështrimin tënd për ta mbyllur këtë pjesën e Bigut? Domethënë çfarë elementësh duhet të ketë? Si duhet të jetë? Do thash, duhet të njoh lojën, duhet ta njoh shumë mirë lojën në mënyrë që të bëj, të di të manovroj, ato strategjia në çdo rast duhet. Strategjia është fjalë e madhe, po domethënë ato makinacionet e vogla në kuptimin e mirë fjalës për të bërë lojën, për ta çuar lojën, për ta futur në ullin që ti do, por mbi të gjitha simpatia dhe unë mendoj se simpatia është diçka që fitohet vetëm me naturalitet. Jo duke kopjuar. Nuk është modeli Luiz, e bëri Luizit dhe hajde ai gjithë, nuk jo. Luizit i vinte natyrshëm ajo që i vinte. Tani dikujt tjetër, çdo njeri duhet të zbulojë tek vetja ato që ka pikë të fortë, të mirë, të bukur. A ka akoma njerëz origjinal, pra origjinaliteti gjendet e sheh me sy ti, rastis më në ekran, në media, në produksione, duket sikur jemi në një fazë manipulimit në kuptimin që edhe njerëzit tentojnë ta përdorin televizionin, por mos t'i japin atë që vërtet televizioni krijon, ndërkohë televizioni do të përdori personazhin, po duket sikur mungon ajo ai tisi i origjinalitetit. Është e sheh, e rastis. Drini do guxim shumë të madh ti je origjinal. Ti je origjinal, ti je vetja. Vërtet, origjinal vërtet, po. Të nxjerrësh para publikut, miliona njerëz që të shohin,
ato që ti mendon se funksionon, që është bukur, ashtu si ty të vjen në mendje, pra në mënyrën origjinale tënde, do një guxim shumë të madh. Dhe guximi është një muskull që jo të gjithë e kanë, shumë pak. Stërvitet? Është e frikshëm gjykimi i njerëzve. Dhe është një llogari që çdo njeri që del në ekran duhet ta bëj me veten mirë përpara se të dalë. Është llogari. Dhe unë mendoj që njerëzit tani se ne takojmë një brezi tjetër televizioni, po si e shikoj unë tani, televizioni është bërë një konsum, është bërë një punë, është bërë një vraptrit rendjes atij para atij ekranit që është një vitrinë praktikisht edhe për shumë favore të tjera që vinë nga të qenit publik. Dhe njerëzit nuk i bëjnë mirë këto llogari. Dhe kjo është edhe pisërisht edhe përgjegjësia e medjave, mendoj. Sepse nuk kanë rrëmuar apo nuk kanë kërkuar që ta ndërtojnë më shumë të këtë pjesë, apo janë mjaftuar me pak, apo është një kompleksitet gjërash, por ne po flasim për një televizion cilësor. E kuptoj. Por cilësia dhe populariteti jo gjithmonë dhe ose në përgjithësi nuk shkojnë mirë me njëra tjetrën. Të bëj një pyetje të guximshme? Po. Nuk e di sa e vërtet është, po ka pasur një shqetësim me shikimin tënd? Ka diçka që të shqetëson me shikimin tënd? Po, kam një problematik inflamative po. Okej, vetëm kaq. Po. Okej, jo, sepse doja të thjesht të pyesja. Do i di sa e guximshme jam. Jo, thjesht vetëm mos u sfido se mund të bëj budalliqe nga guximi. Jo, thjesht do të pyesja sepse kam dëgjuar një që ka një shqetësim, po thjesht në qenë tek kjo pjesë. Po, kam një patologji, vuaj nga një patologji inflamatore. Si është familja që je rritur? Ne jemi 3 motra. Po. Pra, është një ambient gocash. Si është familja? Mendoj që për çdo njeri familja kur është shumë e bukur. Sa diferencë kena me njëra tjetrën? Me Blertën, që është e mestë, unë jam e madhja, kemi 20 muaj, pra as 2 vjet diferencë, më kitem një çik më shumë, ajo është e botë. Ke qenë shoqe gjithmonë? Jo. Jo. Por tani jemi shumë të afërta, prej shumë vitesh. Jemi shumë të afërta, ndajmë gjithçka me njëra tjetrën. Ka qenë një familje, si do ta përshkruaj familjen tënde? Një familje e bukur, një familje e plotësuar. Për shumë arsye, edhe nga familja, nga kujtesa e familjes, po edhe prej kohës në cilën jemi rritur, unë jam nostalgjike. Pra, sa do të thosha, duket sikur lexoj te ty, nuk e di pse kjo është intervista jonë e parë bashkë, pavarësisht njohjes shumë të hershme dhe rrethanave ndryshme që jeta na ka vendosur. Shumë e vonuar. Po, e di, por çfarë bëj, më mirë vonë se sa kurrë. Po. Ndihet tek ty sikur ruan me fanatizëm nostalgjik të shkuarën tënde. Jo se nuk ecën me kohën, patjetër çdo iniciativë jote është risi dhe kështu, por duket sikur e kujton me nostalgji të shkuarën. Po ndoshta pjesa më e rëndësishme e jona, ne jemi këta që jemi fal të shkuarës tonë. Jemi produkti i asaj të shkuar. Ka qenë një jetë, domethënë, ka pasur po të kthesh kokën pas, se ndonjëherë njerëzit tentojnë të ikin të shkuarës, në kuptimin të kaluarës, të mënyrës se si nuk do t'i kisha ikur shkuarës time. Mendoj që pavarësisht momenteve dhe sfiduese, vështirëse e shkuara është e gjatë, Cilat kanë qenë disa? Është gati gjysmë shekulli. Kështu që kur ti thua me që flasim për guxim. E shkuara, nuk duhet përfitojmë vetëm fëmijërinë, kuptojmë, jemi. Mund të bëjmë një gëzuar? Me ujë besoj. Nuk fare, ja pra se këto ritualet e tua më duket se nuk. Realisht çfarë ka këtu brenda? Ky është një disarono. Po e bëjmë një gëzuar. Ajde një gëzuar, po. Sa për një gëzuar, po. Sa për një gëzuar, edhe mund të zgjedhësh të qëndrosh ritualeve të tua. Po. Me mirë kuptimin tënd, do të bëjmë falënderim për Disaronë që na mbështet në program dhe për kompaninë Eurolab. Kështu që shumë faleminderit për mbështetjen që na japin Late Night në blog dhe pranisë produktet e tyre. Faleminderim për kompaninë Brunes që na ndihmon në studion, por edhe me disa mbështetje të tjera. Ujit Selita që na bën të jemi ujë, të jemi healthy dhe gjithkohë se
Është kjo, po, është edhe kjo. Po. Dhe me qënë se jemi në këtë pikë, do duhet të ja një dhuratë të voçkël nga një tjetër mbështetës i yni, që është Herbadent, shkujdeset për shëndetin oral, dhe nëse do kesh kohë gjatë vitit në një moment saktuar. Shumë faleminderit. Dhuratat na pëlqejnë në çdo rast. Po më tregoje pak për ritualet tënde, ritualin tënd të jetës së shëndetshme. Bën ndonjë ritual të caktuar të tipit palestra, ushqimi i kujdesshëm, çfarë zgjedh? Gjithçka. Sporti është përgjithmonë një mënyrë jetese për mua. Ke bërë sport vazhdimisht? Vazhdimisht, gjatë gjithë kohës. Sporte nga më të ndryshmet. Okej, tani kam çik. Si ja bën këto Më ditë të pas sport? vështirë. Dje nuk durova dot. Po. Edhe nxora girat. Vërtet? Të fillova të bëja Po. upper body, po. Të ka ndihmuar sporti, Balina, për të kaluar? Të ndihmon për gjithçka. Po, pra. Sporti, shumë njerëz mendojnë që sporti është një shprehje vaniteti për të kujdesur në ekstrem për trupin. Ka njerëz që më thonë, po boll Se mirë je. mirë je, çfarë duhet, bollu do psove. Ndërkohë nuk është kështu fare, është thjesht një mënyrë për të kujdesur për veten dhe për të qenë mirënjohës për atë që na është dhënë. Ne nuk kemi pse të jemi në këtë makinën që është trupi jon, nuk kemi pse të jemi pasagjer. Fare mirë do të mësojmë ta njohim edhe ta drejtojmë edhe të jetojmë me të mirë. Po për pjesën e ngarkesës në psikologjike dhe shëndetit, Po për të gjitha, kthjellësisë, për mendoj, stresin, për gjithçka, për gjithçka, pa diskutim. Mos të them që më ndihmon shumë herë duke bërë sport më vjen edhe ide. Se është një lloj meditimi për mua, sepse kur ti stërvitesh, nëse e bën me dëshirë, mirë edhe me dedikim, siç unë e bëj përgjithsisht. Ka dhe ditë që shkojmë se duhet shkojmë. Normal, po. Është gati unë e krahasoj me një meditim, sepse kërkon një nivel përqendrimi të caktuar, kërkon një zbrazje të mendjes, sepse përndryshe një gabim ti mund të dëmtohesh, sidomos kur ti avancon në sportin që bën. Për shembull, në momentin që bën pesha dhe për shembull kam arritur në pesha goxha të larta për peshën time trupore dhe aty ajo nuk të fal. Do të ti mund të invalidizohesh shumë lehtë. Çdo përqendrim. Pa diskutim ndonjë përqendrim shumë të madh edhe ajo të zbraz nga çdo mendim. Është gati Çfarë të lumturon shumë të Balina? Jam njeri me fat, sepse kam shumë njerëz rreth vetes që më duan edhe i dua, kam miq shok shumë të mirë. Kam nga ata miq e shok që e pranojnë dhe kuptojnë dhe këtë natyrën time që në disa raste më bën thoj za sociale, në kuptimin që mund t'i them që do dalim sot do dalim, ndërkohë që vjen pasditja dhe unë s'dua të dal, edhe thjesht nuk kam telefonin më, po askujt do ke latri me mua për këtë. Sepse ti e Balina. Po. Të mungon, do të rikthesh në projekte televizive, apo nuk është kur të vi, po të vi? Po, ka qenë gjithmonë kështu me televizionin me mua. Ka qenë një histori kështu dashuri urrëtie. E dua televizionin, por edhe nuk e dua. Pra, e dua dhe se dua. E dua për disa gjëra, më pëlqen, po për disa gjëra të tjera mundohem të ri larg. Kështu që kam për këtë paktën me veten time që unë bëj një punë tjetër dhe televizioni unë Po ka qenë punë part-time? Do më thënë, e ke menduar në Në pjesën ndërmuese të kohës ka qenë part-time. Ka qenë një punë e dytë. Pra unë kam pasur gjithmonë një punë tjetër të parë dhe televizioni, pavarësisht njerëzit nga njohur nga televizioni, por nuk ka qenë puna ime kryesore. Je natyrë kokëfort? Jam këmbgulse, jam kokëfort, kam shumë vetbesim. Aq sa unë e them, kam thënë gjithmonë, kam shprehjen time, unë ti të bëj çdo gjë, edhe ato që nuk i kam bërë asnjëherë. Edhe kam shumë vetbesim. Mendoj që është gjithë paktën ja një vetë si një pikë fort edhe si një gjë që Jo, pa diskutim, pa diskutim. Kjo është një nga gjërat që mua më Dhe dua ta mbyll me një profesion në fund, një ëndër tënde, një mënyrë se si ti e projekton të ardhmen dhe ëndrat e tua më të bukura.
Ke diçka që ja uron vetes dhe njerëzve afër teje? Unë e para që më vjen në mendje është që unë njerëzit e mi të dashur i dua gjithmonë afër vetes, edhe nëse do kisha mundësi të zgjidhja, unë do ikja para tyre. Sepse jeta ime është e bukur fal njerëzve që unë kam rrotull vetes time. Ata e kanë bërë jetën tënde më të bukur. Po. Patjetër, Pa ata na e bëjnë diskutim. gjithmonë jetën më të bukur, se Pa pa diskutim. njerëzit që kemi afër s'do të kishte asnjë kuptim. Çfarë kënaqësie që të kisha? Je shumë special dhe shumë e veçantë dhe në fat ata që të kanë afër, edhe që janë në rrethin tënd, të uroj më të mirat e botës dhe faleminderit që më erdhe në podcast. Dhe megjithëse është ne me grupin tonë që e prodhojmë shpeshherë. Nuk është tamam podcast Bluaj, ne, ky, po. ky është një produksion i mirëfillt televiziv, pavarësisht se është transmetohet në një platformë Faleminderit. alternative. Po doja të thosha që uroj që të shoh më shpesh, se ti ke zgjedhur këtë formë, por mbase të shoh në një formë më të shpesh të qasjes në publik, në një podcast, po doja të thosha se në një qasje se natyre, kështu që të uroj më të mirat e botës. Edhe do më vish në podcast. Në shfaqje. Më Ta ke thash, ta premtuar. premtova. Këtë Okej. do ta faktojmë edhe publikisht. Okej. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, edhe unë u kënaqa. Faleminderit shumë. and blonde, dreamy in the city when Tirana doesn't sleep. Late night and blonde, late night.